Përshëndetje redaksia, Jeta është shef. Jemi shumë të respektuar nga ana e drejtorisë së rrugëve të bashkisë dhe Qarkut Elbasan për mundimin që morën, për kërkesën që ne bëm dhe na përgjigjen në kohë rekord. Na ndihmuan me kanalizimet, me tubacionet, me grabionet, i kanë thënë gjithë në rregull. Falenderojmë me punëtorin që ka punuar në treshka, me kamione, me fadro, me gjitha, ka qenë një punëtor i palodhur dhe në mënyrë korrekte, edhe jashtë orarit. Për përgjegjësin asaj rruge, shpëtim Dosku. Nuk jemi shumë pa kënaqur, sepse për gjitha që bëri, më në fund na la shpërdoroi punën, na la zhavorin që na prunë, na kalon masa, thot merr lopatën dhe hedhe vetë. Ne jemi pensionistë, jemi shumë të pafuqishëm, jemi 5 familje. Jemi të gjithë moshur, nuk kemi mundësi dalim rrugë, për ne kërkuam atë rrugë nga ana e bashkisë dhe drejtorisë së rrugëve. Tani ai na kalon më shqirt fat dhe thotë hape vet, nuk kam kohë se në las punëtorë. Tani kujt i drejtohemi ne më tepër. Ju faleminderit për mirëkuptimin.